Përdorimi i substancave narkotike dhe prodhimi i paligjshëm i tyre vazhdon të jetë sfidë për policinë e shtetit, e cila sipas njoftimeve zyrtare ka prangosur 4 persona, 3 nga kryeqyteti dhe 1 nga Prilepi. Sipas njoftimit zyrtar të Ministrisë së Punëve të Brendshme, personat janë arrestuar për shkak se gjatë kontrolleve të kryera tek të njëjtit është gjetur e sekuestruar marihuanë. Më 28 shkurt dhe 1 mars 2026 në Shkup, në lokacione të ndryshme, nënpunës policor nga SPB Shkup i privuan nga liria personat me inicialet AI 24 vjeç, FM 27 dhe IR 35, të gjithë nga Shkupi, si dhe MM 30 nga Prilepi, për shkak se tek ata është gjetur dhe sekuestruar marihuanë. Pas dokumentimit të plot të rasteve, ndaj tyre do të përgatiten parashtresa përkatëse. Nga Ministria e Punëve të Brendshme njoftojnë se sektori për punë të brendshme në Shkup ka ngritur kallëzim penal ndaj një 40 vjeçari nga Shkupi për shkak se dyshohet se prodhoi dhe lëshoi në përdorim drogra dhe substanca psikotrope. SPB Shkup ngriti kallëzim penal kundër personit me inicialet ZK40 për shkak të dyshimit të bazuar për kryerje të veprës penale, prodhimi i pa autorizuar dhe lëshimi në qarkullim i drogave narkotike, substancave psikotrope dhe prekursorëve. Më 24 tetor 2025 në qendrën sportive Jane Sandanski në Shkup, nënpunës policor kanë ushtruar kontroll ndaj të denoncuarit. Me çë rast kanë gjetur dhe sekuestruar kokainë dhe tableta metilen oksimetamfetamin. Nga Ministria e Punëve të Brendshme njoftojnë gjithashtu edhe për një sër aksionesh dhe arrestimesh, por njoftojnë gjithashtu se në pikën kufitare në Tabanoc është ndaluar një shtetas shqiptar i cili ka tentuar ta lëshojë vendin duke përdorur dokument identifikimi të huaj. Sipas MPB-s, i njëjti u është dorëzuar nënpunësve policor të sektorit për punë të brendshme në Kumanov për procedim të mëtutjeshëm.